Futbollistët e Vardarit e mbyllën me triumf sezonin në Ligën e Parë dhe festuan rikthimin në fronin e futbollit në Maqedoni, me një fitore 3-0 në duelin kundër konkurrentit të tyre më të madh, Shkëndijë Tetovës. Për Vardarin ky është trofeu i parë i kampionatit pas një pushimi 6 vjeçar dhe i 12 në total në historinë e klubit, ndërsa Shkëndija përmbylli në mënyrën më të keqe sezonin 2025-2026, pasi në javën e fundit të kampionatit u mposht binçëm 3-0 në derbin ndaj Vardarit. Po ashtu, pasoi dhe në finalen e kupës nga Sileksi, duke lënë në hije suksesin historik në garat europiane. Skuadra debutuese Arsimi i Çegranit me fitore 1-0 kundër Struga Trimlum në mënyrën më të mirë përfundoi kampionatin duke u renditur në pozitën e 5, që paraqet sukses historik për këtë skuadër me histori mbi 50 vjeçare. Pelisteri mundi bashkimin 1-0, por fitoria mbetet vetëm për statistik, pasi klubi nga Manastiri mbijetesën do të mund ta sigurojë përmes balotazhit, ashtu si edhe AP Brera, e cila në ndeshjen e fundit me rezultat të thellë 6-0 mundi shkupin. Tani më është zyrtare. Në balotazh do të përballen Pelisteri Shkëndija e Haraçinës dhe AP Brera Skopje.